Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Bujësia në Gjirokastër ka mbetur mes premtimeve, ndërsa realiteti i flet ndryshe. Në qarkun e Gjirokastrës toka është ende aty pjellore, heshtur dhe gjithnjë e më pak e punuar. Fshatra që dikur gumzhinin nga jeta sot janë braktisur totalisht. Në qarkun e Gjirokastrës toka është ende aty pjellore, e heshtur dhe gjithnjë më pak e punuar. Fshatra që dikur gumzhinin nga jeta sot duken të braktisur. Portet e shtëpive janë të mbyllura ndërsa arat shpesh mbeten djerë. Ky është realiteti që nuk përmendet në deklaratat optimiste të qeverisë së Edi Ramës për zhvillimin e bujqësisë. Në letër, bujqësia betet një shtyllë e ekonomisë shqiptare, ajo punëson rreth 37% të popullsisë dhe kontribuon ndjeshëm në ekonomi. Por në terren, e sidomos në jugun e Shqipërisë, kjo peshë nuk përkthehet në mirëqenie. Të dhënat janë alarmante. Në Gjirokastër popullsia reale ka rënë ndjeshëm për shkak të emigrimit. Në disa raste më pak se gjysmë e banorëve të regjistruar jetojnë realisht në këtë qark. Kjo do të thotë një gjë e thjeshtë: mungon krahu i punës. Në fshatra si Dropull, Pogon apo zona përreth Tepelenës, të rinjt janë larguar masivisht drejt Greqisë, Gjermanisë apo Tiranës. Ata që kanë mbetur janë kryesisht të moshuar, të paaftë për të përballuar punën intensive të tokës. Qeveria flet për skema mbështetëse dhe fonde për fermerët. Në nivel kombëtar, mira përfitues janë përfshirë në programe subvencionesh, por fermerët kudo, e kryesisht në qarkun e Gjirokastrës, thonë se përfitimi është i kufizuar dhe shpesh i paritshëm. Procedurat burokratike, mungesa e informacionit dhe shpërndarja diskutueshme e fondeve krijojnë një ndarje të fortë mes atyre që përfitojnë dhe shumicës që mbetet jashtë. Në shumë raste, fermerët e vegjël që përbëjnë shumicën nuk arrin të përfitojnë as minimumin. Një tjetër problem i mprehtë në jug është infrastruktura bujqësore. Sistemet e vaditjes janë të amortizuara ose jashtë funksionit. Në një kohë kur ndryshimet klimatike po rritin thatësirën, mungesa e investimeve konkrete bën situatën edhe më të rëndë. Edhe vetë dokumentet vendore pranojnë mungesën e kapaciteteve dhe strukturave funksionale për menaxhimin e sektorit në nivel lokal. Ndërkohë, tregu është i mbushur me produkte importi më të lira. Fermerët vendas nuk arrin të konkurrojnë, duke qenë se kostot e prodhimit janë të larta dhe mbështetja është minimale. Në disa raste, prodhimet hidhen ose shiten në kosto. Kjo e shtyn edhe më shumë të rinjt drejt emigrimit, një cikël që ushqen vetveten. Pa të rinj nuk ka bujqësi dhe pa bujqësi nuk ka arsye për të qëndruar. Sot qarku i Gjirokastrës ka rreth 60.000 banor, një shifër në rënje të vazhdueshme, por shifra më domethënëse nuk është ajo në letra, është BSHLL-ku në terren. Shkolla që mbyllen, toka që beten djerë apo shtëpi pa drita në mbrëmje. Në jug të Shqipërisë, bujqësia nuk është më një sektor në zhvillim, është një sektor në mbijetesë. Premtimet për modernizim dhe zhvillim përplasen me një realitet të ashpër, mungesë investimesh reale, emigrim masiv dhe një politikë që shpesh duket e shkëputur nga terreni. Dhe nëse kjo situatë vazhdon, rreziku nuk është vetëm ekonomik, është edhe social, zhdukja graduale e jetës rurale. Dhe në fund, pyetja mbetet: apo e braktis Shqipëria bujqësinë, apo bujqësia po braktis Shqipërinë? Ndërsa rrugicat me kaldrëm dhe trashëgimia unike e Gjirokastrës tërheqin çdo dy vizitor, mungesa e shërbimeve bazë si tualetet publike beten një problem i dukshëm. Gjirokastra e UNESCO-s pa tualete publike është një realitet që mbien ndesh me imazhin e një qyteti që pret turistë nga gjithë bota. Ndërsa rrugicat me kaldrëm dhe trashëgimia unike e Gjirokastrës tërheqin çdo ditë vizitor, mungesa e shërbimeve bazë si tualetet publike betet një problem i dukshëm. Turistët përballen me vështirësi reale, ndërkohë që qyteti promovon veten si një destinacion elitar kulturor. Nga ana tjetër, institucionet vendore duke se nuk kanë ndërmarrë investime konkrete në këtë drejtim, pavarësisht fluksit në rritje të turistëve. Një mungesë e tillë nuk është thjesht neglizhencë, është një sinjal i qartë i mos menaxhimit të prioriteteve. Në një qytet që mban statusin e trashëgimisë botërore, standardet nuk mund të jenë minimale, sepse turizmi nuk matet vetëm me bukuri, por edhe me shërbimet përkatëse. Emigrimi në Shqipëri nuk është më një zgjedhje individuale, por është kthyer në një fenomen kolektiv. Çdo ditë të rinj, familje të tëra dhe profesionistë marrin rrugën e largimit, duke lënë pas një vend që po boshatiset gradualisht. Në Shqipëri emigrimi nuk është më një zgjedhje individuale, është kthyer në një fenomen kolektiv.
çdo ditë të rinj, familje të tëra dhe profesionist marrin rrugën e largimit duke lënë pas një vend që po boshatiset gradualisht. Në qytetet e fshatra mungesa ndihet njësoj, shkollat kanë më pak nxënës, bizneset ankohen për mungesë punëtorësh, ndërsa zonat rurale po humbasin funksionin e tyre jetik. Në jug, por edhe në pjesë të tjera të vendit, shtëpitë të mbyllura janë bërë një pamje e zakonshme, një dëshmi e heshtur e një largimi që nuk ndalet. Përse po largohen shqiptarët? Arsyet janë të shumta, por rënja është e njëjtë. Mungesa e perspektivës. Të rinjt nuk njohin më mundësira reale për punë të qëndrueshme dhe të paguar mirë. Edhe ata që janë të arsimuar shpesh nuk arrin të ndërtojnë një jetë dinjitoze brenda vendit të tyre. Korrupsioni i perceptuar, mungesa e meritokracisë dhe shërbimet publike jo gjithmonë cilësore shtojnë ndjenjën e pasigurisë. Në këtë klim, largimi shihet jo si rrezik, por si një shpëtim. Destinacionet janë tashmë një harë që po zgjerohet nga dita në ditë. Nëse dikur emigrimi ishte i përqendruar kryesisht drejt Greqisë apo Italisë, sot shqiptarët po synojnë gjithnjë më shumë vende si Gjermania, Mbretëria e Bashkuar apo vendet nordike. Ky ndryshim tregon diçka më të thellë. Emigrimi nuk është më i përkohshëm. Shumë prej atyre që largohen nuk planifikojnë më të kthehen në Shqipëri. Emigrimi krijon një efekt domino, një zinxhir që ushqen vetveten. Një person largohet, më pas ndihmon familjarët dhe miqt të bëjnë të njëjtën gjë. Kështu komunitetet e tëra boshatisen brenda pak vitesh. Ky fenomen prek sidomos të rinj duke krijuar një boshllëk të madh demografik. Shqipëria po plaket me ritme të shpejta, ndërsa forca e punës po tkuret. Pasojat, më shumë se statistika. Pasojat e emigrimit nuk janë vetëm ekonomike, ato janë sociale dhe afatgjata. Ulje e lindshmërisë, plakje e popullsisë, tkurrje e tregut të brendshëm, dobësimi i zhvillimit ekonomik, por mbi të gjitha është një humbje njerëzore, humbja e energjisë, ideve dhe potencialit të një brezi të tërë. Është një pyetje pa përgjigje. Përballë këtij realiteti, institucionet shpesh japin shpjegime dhe premtojnë politika për ta frenuar fenomenin, por ritmi i largimeve tregon se këto masa nuk kanë qenë të mjaftueshme. Emigrimi nuk ndalet thjesht me deklarata, ai ndalet vetëm kur njerëzit ndjejnë se kanë arsye për të qëndruar në vendin e tyre. Deri atëherë, aeroportet dhe kufijt do të vijojnë të jenë pika nisjeje për një jetë tjetër, larg një vendi që gjithnjë më shumë po mbetet pas. Në vitet e fundit, jugu i Shqipërisë është shndruar në vitrinën kryesore turistike të vendit, nga Saranda tek Samili apo nga Himara në Dërmi. Pamjet që qarkullojnë në rrjetet sociale tregojnë ujëra e kristalit dhe plazhe të mbushura me turistë. Megjithatë, edhe pse qeveria e Edi Ramës e paraqet këtë si një histori suksesi, përtej fasadës, në terren tregohet një realitet më kompleks dhe shpeshherë problematik. Turizmi në jug, mes bumit të reklamuar dhe realitetit në terren. Në vitet e fundit, jugu i Shqipërisë është shndruar në vitrinën kryesore turistike të vendit, nga Saranda tek Samili, nga Himara tek Dërmiu, pamjet që qarkullojnë në rrjetet sociale tregojnë ujëra e kristal dhe plazhe të mbushura me turistë. Qeveria e Edi Ramës e paraqet këtë si një histori suksesi, por përtej fasadës, një investigim në terren tregon një realitet më kompleks dhe shpesh problematik. Numri i turistëve është rritur ndjeshëm, por infrastruktura nuk ka ndjekur të njëjtin ritëm. Në kulmin e sezonit veror, rrugët drejt jugut bllokohen shpeshherë për orë të tëra. Furnizimi me ujë dhe energji shpesh bëhet i paqëndrueshëm, ndërsa menaxhimi i mbetjeve është një problem i hapur tashmë prej vitesh. Banorët lokalë në zonat turistike raportojnë se sistemi nuk përballon fluksin, ka më shumë turistë ndonjëherë se sa mund të përmbajë zona dhe askush nuk ka asnjë plan serioz. Ndërtimet dhe hija e informalitetit është një tjetër problem. Një tjetër problem i madh, shpërtimi i ndërtimeve pa kriter. Në shumë zona bregdetare ndërtimet kanë avancuar me ritme të shpejta, shpesh duke tejkaluar kapacitetet dhe duke ngritur dyshime për lejet dhe standardet. Ekspertët e urbanistikës paralajmërojnë se zhvillimi pa kontrolluar rrezikon të dëmtojë pikërisht atë që tërheq turistët, natyrën. Bregdeti po betonizohet, ndërsa hapësirat publike po zvogëlohen nga muaji dhe nga viti në vit. Turizëm për kë? Ndërsa shifrat zyrtare flasin për miliona turistë dhe rritje ekonomike, përfitimet nuk shpërndahen në mënyrë të barabartë. Shumë biznese të vogla ankohen se janë lënë në hije nga investime më të mëdha dhe struktura të lidhura me interesa të forta ekonomike. Çmimet në disa zona janë rritur ndjeshëm, duke krijuar një kontrast të fortë mes kostos për turistët dhe të ardhurave të banorëve vendas.
Pavarësisht rritjes së turizmit, sezoni mbetet i shkurtër. Pjesa më e madhe e aktivitetit përqendrohet në muajt korrik dhe gusht, ndërsa pjesa tjetër e vitit mbetet e vakët. Kjo krijon një ekonomi të paqëndrueshme, fitime të përqendruara në pak javë dhe pa siguri për pjesën tjetër të vitit. Realiteti pas reklamës. Qeveria promovon turizmin si një nga motorët kryesorë të ekonomisë, por mungesa e një strategjie afatgjatë dhe kontrolli efektiv mbi zhvillimin po krijon probleme serioze. Turizmi në jug po rritet, por pyetja është, a po zhvillohet në mënyrë të qëndrueshme? Jugu i Shqipërisë është një pasuri e jashtëzakonshme natyrore, por pa planifikim. Investime në infrastrukturë dhe rregulla të qarta rrezikon të kthehet në një shembull të zhvillimit të pakontrolluar. Me sukseset e reklamuar dhe realitetin në terren, e vërteta qëndron diku në mes dhe kërkon më shumë se sa slogane për t'u përballuar. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë përshëndetemi këtu.